Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është mes udhëheqësve botror që kanë marrë ftesë për t'u bashkuar Bordit të Paqes, një strukturë e re e krijuar nga presidenti amerikan Donald Trump, me synimin për zbatuar një plan ambicioz pas luftës në rripin e Gazës, por Rama nuk është i vetmi. Kanadaja, Egjipti, Argjentina dhe Turqia kanë konfirmuar se kanë marrë gjithashtu ftesa. Deri tani nuk është e qartë nëse janë ftuar të gjitha vendet anëtare të OKB-s apo vetëm një rreth i ngushtë të përzgjedhur nga administrata Trump. Fakti që mes liderëve botror është edhe Edi Rama, ngre dyshime se fshihet diçka më e madhe. Kur Trump ideoi shpopullimin e Gazës, Shqipëria ishte mes vendeve të përfolura se mund të strehojë palestinezët e dëbuar. Ndërkohë, në fund të dhjetorit, u publikua plani kombëtar i kontingjencës për flukset e përzierura migratore për vitet 2026-2028, i cili parashikon ngritjen e qendrave të emigrantëve në qarkun e Korçës, Gjirokastrës dhe Vlorës me kapacitete që variojnë nga 100 deri në 410 shtretër. Qendrat do të ndërtohen në godina ekzistuese publike, si konvikte, shkolla, pallate sporti, por edhe në struktura të përkohshme emergjence, të aktivizuara në rast fluksesh të larta. Me pak fjalë, Shqipëria planifikon të ndërtojë 20 qendra pritse për emigrantët ilegal nga vende si Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani apo Gaza. Mos vallë ky është çmimi i ftesës së Ramës. Në një postim në platformën Truth Social, Trump e quajti këtë strukturë bordi më i madh dhe më prestigjioz që është mbledhur ndonjëherë në çdo kohë në çdo vend, por në thelb, Bordi i Paqes është një strukturë ende e paqartë, me misione të papërcaktuara dhe pa një përfaqësim të plotë ndërkombëtar, që ka ngritur dyshime në qarqe diplomatike mbi synimin e vërtetë të kësaj nisme. Kritikët spekulojnë se kjo mund të jetë një përpjekje për të krijuar një version alternativ të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në dominimin e drejtpërdrejtë të SBA dhe vetë Trumpit. Ftesat po dërgohen në mënyrë të veçuar dhe ende nuk ka një listë të plotë me emrat e vendeve pjesëmarrëse. Ndërkohë, disa prej kombeve kyçe në rajon, përfshirë Egjiptin dhe Turqinë, që kishin role kyçe si ndërmjetës në luftën Izrael-Hamas, janë ende në mëdyshje për t'u bashkuar. Por çfarë është Bordi i Paqes? Kjo strukturë është pjesë e planit gjithëpërfshirës të Trump për paqe në Gaza, tashmë i miratuar edhe nga rezoluta 2803 e Këshillit të Sigurimit të OKB. Në bazë të këtij plani, Bordi do të mbikëqyrë zbatimin e armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit, do të organizojë rindërtimin e Gazës dhe do të sigurojë stabilitet afatgjatë. Shtëpia e Bardhë njoftoi se Bordi do të ketë 2 komitete ekzekutive të përbërë kryesisht nga ndihmës të ngushtë të Trump, ish lider botror dhe biznesmen si Tony Blair, Jared Kushner, Ajay Banga, Mark Rowan, Marco Rubio, Stevie Witkoff dhe Robert Gabriel. Një tjetër bord i posaçëm për Gazën, i quajtur Gaza Executive Board, do të fokusohet në rindërtimin dhe ofrimin e shërbimeve bazë në enklav, por asnjë përfaqësues palestinez nuk është përfshirë në strukturën drejtuese. Ai përbëhet nga Stevie Witkoff, Jared Kushner, Minister Hakan Fidan Ali Al-Tawadi, General Hassan Rashad, Sir Tony Blair, Mark Rowan, Minister Rim El Hashimi, Nikolaj Mladenov, Yakir Gabay dhe Zigrid Kag. Vetëm një komitet i tretë teknik është krijuar për të marrë me shërbimet publike në Gaza, i udhëhequr nga Dr. Ali Shaath, një teknokrat me përvojë administrat. Ai pritet të rindërtojë institucionet civile të shkatruara pas 2 viteve të sulmeve izraelite. Nëse kjo nismë është një përpjekje për paqe apo një instrument për dominim politik, mbetet e paqartë. Shumë ekspertë e shohin si një lëvizje për të zhvendosur qendrën e vendimarrjes ndërkombëtare nga OKB-ja drejt një strukture ad hoc të drejtuar nga Trump me ndikim të drejtpërdrejtë amerikan. Mungesa e përfaqësimit palestinez, përfshirja e figurave të afërta me Trump dhe mungesa e transparencës rreth kritereve të përzgjedhjes së vendeve anëtare kanë ngjallur kritika të shumta. Për momentin nuk është konfirmuar ende nëse kryeministri shqiptar Edi Rama ka pranuar ftesën. Megjithatë, përfshirja e Shqipërisë në këtë nismë do të ishte e ndjeshme diplomatikisht, sidomos duke patur parasysh pozicionin e saj si anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe marrëdhëniet tradicionale me botën arabe. Bordi i Paqes mund të jetë një përpjekje e sinqertë për ndërtimin e Gazës, por mbetet i rrethuar nga mjegulla e mos transparencës, mungesës së përfaqësimit real dhe ambicieve gjeopolitike të Trump. Nëse do të jetë një projekt funksional për paqen apo një mjet propagandistik për ngritjen politike të presidentit amerikan, kjo pritet të shihet në javët dhe muajt në vijim.